Të nderuar besimtar dhe besimtare, motra dhe vëllezër, Esselamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi ju. Në këtë ditë të bukur të Ramazanit, sot gjendemi në qytetin e bukur të Shkodrës, pikërisht në xhamin Ebu Bekër, ku të ftuar kemi teologen e nderuar Zamira Puka, ku një herët i dëshirojmë edhe një mirëseardhje të ngrohtë në emisionin Bisedat e Ramazanit që transmetohet përmes frekuencave të Radios Fatih, radio kjo e Bashkësisë Islame në Malin e Zi. Zamira e nderuar, mirë se na erdhët në emisionin Bisedat e Ramazanit. Mirësi u gjeta, është një kënaqësi për mua të jem pjesë e këtij programit. Ju uroj për programin, gjithashtu dua të përshëndes ju dhe dëgjuesit e Radio Fatih dhe gjithë muslimanët e Bashkisë Islame të Malit të Zi, me përshëndetjen e ngrohtë islame dhe me përshëndetjen e banorëve të xhenetit. Selamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum selam. Jemi në muajin e më të përzgjedhur ndër 12 muaj tjerë, në muajin e rahmetit, në muajin e paqes, mëshirës, në muajin ku veprës i shumëfishohet shpërblimi dhe në muajin e agjerimit. Çka do të thotë agjerim sipas Islamit dhe çfarë rëndësie ka? Ashtu siç e thotë Allahu, jemi në muajin më të nderuar, muajin e përzgjedhur nga Allahu xhaleshanuhu. Por Allahu xhaleshanuhu jo vetëm e zgjolli këtë muaj ndër muajt e tjerë për shumë vepra, për shumë gjëra, si ndërta është edhe zbritja e Kuranit, por e zgjolli edhe me agjërimin, ku e bëri obligim agjërimin për gjithë muslimanët. Kështu që fjala sawm në gjuhën arabe do të thotë largim ose privim. Ndërsa nga ana e fetare, nga ana terminologjike, do të thotë largimi ose privimi nga ushqimi, pirja dhe marrëdhëniet intime, nga agimi i vërtet deri në akşam. Dhe agjërimi si përkufizim është ky. Por të agjërosh muajin e Ramazanit nuk do të thotë thjesht të agjërosh vetëm të largohesh nga ushqimi, pra të privosh veten vetëm nga ushqimi dhe pirja për një kohë të caktuar, por duhet të agjërosh dhe me shikimin, dhe me dëgjimin, dhe me fjalën, dhe me veprën. Për këtë, ky muaj ka një vlerë komplet tjetër nga gjithë muajt e tjerë. Dhe Allahu xhaleshanuhu e bëri obligim agjërimin me ajetin kuranor ku thotë: O ju që keni besuar, ja ju alladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju që keni besuar, agjërimi është bërë obligim për ju, ashtu siç është bërë popujt të tjerë para jush, që të jeni të devotshëm ose që të ruheni. Ky ajet na tregon jo vetëm që agjërimi është obligim për muslimanët, por ka qenë obligim edhe për popujt e tjerë para muslimanëve. Por me të vërtetë në mënyrën se si ruhet deri në ditët e sotme janë muslimanët ata të cilët e zbatojnë ashtu siç duhet dhe siç është urdhni i Allahut. Dhe qëllimi i këtij agjërimi, siç e përmendëm, nuk është thjesht privim, por është që të arrihet devotshmëria dhe të tregosh i devotshëm. Devotshmëria është kaq e gjatë, por është që ti të jesh këtë vit më i mirë se vitin e kaluar. Devotshmëria është që të ruhesh nga haramet. Devotshmëri është që mos të flasësh atë fjalën jo të hishme, të paduhur, por gjithashtu devotshmëri, sepse devotshmëria të gjithë secili person arrihet në mënyra të ndryshme. Dhe unë do të ndalem tek diçka që do ja tërheku vërejtjen vetes, por edhe dëgjuesve dhe teleshikuesve, ndjekësve të radios tuaj të nderuar, që ne duhet të ulemi këtë Ramazan, se alhamdulillah akoma jemi në fillimet e tij, pra në 10 ditën e parë të Ramazanit. Të ulemi dhe të mendojmë ky agjërim si na gjeti ne, sepse ne me të vërtetë Ramazani vjen dhe përsëritet, agjërimi vjen çdo vit të përsëritet, por nuk na gjejnë ne të njëjtët. Ne nuk jemi të njëjtët të vitin e kaluar, por nuk e kemi të sigurt do agjërojmë vitin e ardhshëm. Prandaj agjërimi është privim, por më tepër është privim nga veset dhe nga gjëra të pahishme, jo vetëm thjesht nga ushqimi. Ne si agjërues të këtij muaji të Ramazanit duhet të kemi parasysh edhe dobitë shëndetësore që na i sjell ky muaj i bekuar. Si ndikon agjërimi në shëndetin trupor, mendor dhe atë emocional tek agjëruesi?
Agjërimi jo vetëm që ka dobi në aspektin shpirtëror, sepse është i vetmi adhurim prej adhurimeve që ka bërë farz Allahu xhaleshanu, të cilin jo vetëm që se shpërblimin e din vetëm Allahu xhaleshanu, sepse Allahu ka thënë agjërimi është për mua, pra robi ka lënë ushqimin për hatër të Allahu xhaleshanu është për mua dhe unë e shpërblej atë, pra vetëm Allahu e din shpërblimin. Por ka një specifik tjetër agjërimi nga ana shpirtërore, sepse vetëm Allahu e din personin i cili është agjërueshëm. Nëse ne flasim për namazin, që një person falë namazin, ne shumë o duke marrë abdes, o duke u falë, po ashtu lloj që jep zekatin, e jep pasurinë, ai që shkon haxh shkon me trup, ndërsa te agjëruesi përveç Allahu xhaleshanu të vërtetën atij personi nuk e din askush. Prandaj agjërimi ka një specifik shpirtërore që është vetëm për hatër të Zotit. Por jo vetëm kaq që ka këtë dobi, por e cila kjo dobi që në pastrimin shpirtëror, në lartësimin shpirtëror të njeriut, se kur bëhet vetëm për hatër të Zotit, ti shpërblimin e pret vetëm për hatër të Zotit, kështu që ka një lartësim shpirtëror më të madh. Dhe po ta shohim është dhe adhurimi më i gjatë së bashku. Ne kemi namazin që e kemi të përditshëm, po kemi 5 herë në ditë dhe kryjmë për disa minuta dhe i kthehemi jetës normale. Ndërsa agjërimi është 30 ditë, 29 ditë ose 30 ditë. Kështu që dobitë e këtij agjërimi janë shumë të mëdha. Për shembull, në aspektin nëse e marr në aspektin shëndetësor, ka shumë studime të pafundme të shkencëtarëve që flasin në aspektin ndikimin pozitiv të agjërimit në aspektin shëndetësor, po unë do të ndalem në dy prej tyre. E para në aspektin shëndetësor, sidomos gjinia femnore, mundohet që të përdorin edhe lloj çajrash ose substanca ose hapash për me bërë detoksifikimin dhe pastrimin e trupit. Ndërsa ne që agjërojmë nuk kemi nevojë sepse këtë pastrim, këtë detoksifikim e bën thjesht agjërimi. Por agjërimi jo vetëm kaq, por agjërimi bën që ne të kemi sa më pak mundësi që të shfaqim smundjet e këqija kancerogjene, qelizat kancerogjene në trupin e njerëzit, në trupin tonë. Sepse agjërimi bën që me zgjatjen kohore që ne qëndrojmë agjërueshëm, bën që këto qeliza të vdesin dhe ndikon, domethënë, në pastrimin e vetë trupit. Por gjithashtu ndikon edhe në aspektin, nëse flasim shëndetësor, në pastrimin e zonës së stomakut, të tretjes dhe kështu me radhë. Ndërsa në aspektin, po të marrë në aspektin mendor, personi i cili agjëron largohet nga ushqimi, por në këtë rast hyn shpirti më tepër. Punon mendja, sidomos sot në kohën e teknologjisë, ne kemi nevojë për përqendrim dhe agjërimi shton përqendrimin në aspektin mendor. Dhe ne jena më të përqendruar. Kena më paqe në shpirt. Të mundohem në terma të shkurt, por gjithë këto që thash kanë studime shkencore nga shkencëtarë në mbar botën. Gjithashtu agjërimi ndikon edhe në aspektin emocional. Po shohim në aspektin e shëndetit emocional, agjërimi na bën është disiplinë, na bën që të kemi më tepër vetë kontroll. Momentin kemi hadithën e Profetit sallallahu alajhi wasallam, nëse të fyn dikush dhe ti e agjërueshëm, thuaj unë jam agjërueshëm, e para të ka lidh durimin. E dyta të mëson që ti mos t'ia kthesh personit i cili të ka fyer me të njëjtën mënyrë, me të njëjtën monedhë, por që ti të distancohesh dhe të tregon unë jam agjërueshëm, sepse ne këtë agjërim e bëjmë për hatër të Zotit. Dhe në këtë moment ne kemi ashtu vetë kontrollin. Jo vetëm kaq me aspekt emocional, por agjërimi shton dhe aktivizon edhe hormonin e lumturisë. Sepse kur njeriu ngopet, pra han jashtë Ramazanit, më tepër ndoshta se sa duhet nga një herë. Me njëherë ndihet edhe i plokësht, i lodhur, dëshiron të pushojë, ndërsa ne kur largohemi nga ushqimi, këtë moment aktivizohet tjera gjë. Aktivizohet ana pozitive jone që ka qenë ndoshta edhe, domethënë, e fjetër në këtë rast. Edhe dopamina, kështu me radhë janë hormonet e lumturisë dhe ndikon edhe në aspektin emocional dhe njeriu ndihet edhe më i lumtur. Jo vetëm nga ana shëndetësore dhe nga ana mendore ose shpirtërore, por edhe më i lumtur sepse është duke vënë në zbatim një urdhër të Allahut xhaleshanu. Brenda muajit të bekuar të Ramazanit e kemi një natë që është natë e shenjtë, natë e cila vlen më tepër se sa 1000 muaj, pra nata e Kadrit.
flasësh për natën e 4. Natën e 4 Allah Gjellëshani jo vetëm e ka dallu duke përmend me një sure në Kur'an, me surën El-Qadr, kur thot inna anzalnahu fi lejletil qadr, ne kena zbrit atë në natën e 4 dhe çfarë e din ti se ç'është nata e 4, që më radh nata e 4 është më mirë se një muaj, por ka tregu se në këtë natë e cila ndodhet në Ramazan ka zbrit Kur'ani dhe ka zbrit Kur'ani ma jetet e para të Kur'anit Iqra, lexo. Por gjithashtu, kjo natë e cila është e bekuar me zbritin e Kur'anit, nuk mjaftohet me kaq Allahu Gjellëshani. Në surën El-Qadr Allahu Gjellëshani na tregon se kjo natë quhet El-Qadr, e nderuar, e respektuar. Kjo natë është e nderuar dhe respektuar nga Allahu Gjellëshani vetë. E para. E dyta ka zbrit Kur'anin. E treta në të zbresin me lekt. Dhe zbritja me lekve dhe në një kuptim gjusor, fjala Qadr ka kuptimin edhe shtrëngim, kaq shumë shtrëngohet qielli dhe toka nga me lek, sa që duket dhe përthan si kur thote profeti s.a.s. si kur ka një plan mes tyre, largësi. Dhe gjithashtu fjala Qadr, pra kjo natë është shumë e mallmueshme, shumë e nderuar, shumë e lartësuar nga Allahu Gjellëshani dhe veçantë, është sepse do të thot kader dhe nga fjala saktim në të saktohen për një vit punë tona, rrisqet tona çfarë do të ndodhin deri në Ramazanin tjetër. Atëherë cili prej nesh nuk dote që kjo natë ta gjente ashtu siç e meriton me kënd besimtari. Cili prej nesh nuk do të donte që kjo natë të ishte nata e 4 e tij. Sepse do t'i mjaftonte, për Allah Gjellëshani thot është më mirë se 1000 muaj. Shpeshherë ne bëjmë llogaritje, 1000 muaj thojmë afërsisht 83 vite e ca muaj, kështu që më mirë se jeta një njeriu. Por po të him tek arab, të gjuhë arabe, edhe unë kënaqem sepse e shijoj atë. Vetë arabët kanë pas më përpara një traditë kur doshin me thonë një numër që nuk ditë më llogarit, thoshin 1000 muaj dhe ai ka pas në kuptimin si me thonë infinit në ditët e sotme. Kështu që ka edhe një kuptim tjetër, jo vetëm më mirë se 1000 muaj se 83 vite jetë, pa më mirë se vetë jeta jote. Komplet se dikush të mund t'jetë edhe më shumë, këtë e dim vetëm Allahu Gjellëshani. Kështu që kjo natë, unë do këshilloja, sepse të flasësh për natën e 4 nuk do të na mjaftonin disa misione. Unë do këshilloja që ta kërkonim 10 ditën e fundit ashtu siç e ka kërkuar profeti s.a.s. në netët teke të 10 ditët të fundit, por të mos se disa fokusohen vetëm te namazi. Bëjmë një larmishmëri adhurimesh, të falim namazin e tahajjudit ose namazin e natës. Mundona me lexu Kur'an, se ka dallu Allahu Gjellëshani me Kur'anin, me zbritin e Kur'anit, po jo vetëm kaq le të japim edhe në mush. Le të jemi edhe në shërbim kush ka prindëri qa, në shërbim të aty në prindëve. Ti falim tashni, ti falim për kujdesit, ti falim. Pra, mirësitë e kësaj nate janë pafundme, deri në agimin e asaj nate. Kështu që le të mundohemi që me qenë se Allahu Gjellëshani na ka nderuar ne me Ramazanin, por na ka nderuar ne edhe me natën e 4 në Ramazan, le të mundohemi që të përfitojmë sa më shumë nga kjo natë. Keni një mesazh për të gjithë ndërgjuesit e Radios Fatih, por edhe për të gjithë agjeruesit? Unë kam shumë mesazhe, por unë do të ndalem te 2 më kryesorët, që mos i lodhej edhe dëgjuesit. E para, të mundohemi sa më shumë të rinovojmë njëtin tonë, për kë e bëjmë, sepse agjërimi mund të agjërojnë dikush edhe qëndron apo hangë për të dobësuar. Por agjërimi nëse bëhet për hëtet Allahu Gjellëshani, nuk ka marrë krejt vlerë tjetër. Të do të thosha sinqeritet tek njëti jonë e para dhe e dyta durim. Sepse këte janë 2 qelësa që ne të përfitojmë nga Ramazani sa më shumë. Dhe do juroja gjithë dëgjuesit dhe gjithë teleshikuesit, gjithë ndjekësit e emisionit tuaj dhe në YouTube, një Ramazan sa më të lehtë, sa më të bekat, sa më adhurime, me një përqëndrim për këtë Ramazan, se nuk e dim a do arrim Ramazanin tjetër vitin e ardhshëm. Dhe gjithashtu do juroja që ne këtë Ramazan jo vetëm punone që të përfitojmë dhe nga dobit personale që mund të jetë trupore, mendore, emocionale, por edhe nga dobit shoqërore. Le të përhapim mirësi,
Le të përhapim shprej, sidomos të kjo rini e cila, alhamdulillah, po na mbush xhamia sot. Po na mbush zemrën me shpresë, na shohim këtë rini e cila po agjeron. Le t'i marrim afër këtë të rinj. Dhe të jetë japim shpresë dhe si harit, sepse ai i cili bën një vepër për hapur të Allahut xhaleshanuhu, do ta gjejë Allahu shumë fish. Ju uroj një Ramazan bekat dhe inshallah janë në kujdesin e Allahut xhaleshanuhu. Por gjithashtu nuk do harrojt ju falenderoj dhe ju dhe Bashkinë Islame të Malit të Zi, inshallah takohemi në Shqipe i Prishtinës, Allahu xhaleshanuhu na bën për atyne që hapin selam dhe paqe kudo që janë. Amin. Zoti është shpërblet me të mira. Amin. Shumë faleminderit. E nderuar teologe, ne të falenderojmë për të gjitha këto mesazhe dhe porosi që i përcollet tek ne, por për të gjithë ndëgjuesit, besimtarë dhe besimtaret, dhe lutim të madhin Zot që ky muaj i begati Ramazanit të na mbush me mirësi e begati, ashtu si i madhi Zot e ka caktuar për robin edhe për besimtarin e vet. Ne të falenderojmë që pranut ftesën të jeni pjesë e emisionit Bisedat e Ramazanit dhe shpresojmë që të takohemi në kësi të bimesh dhe takimesh edhe më shpesh. Të nderuar ndjekës të Radios Fatih, ne këtu e përfundojmë këtë emision të sotëm. Deri në takimin e ardhshëm, Esselamu Alaikum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.